nisë me sas të familima që të shkej ka PDK-ja. Megjithatë, po besoj që ka pas tentative edhe kur u mundua më rikthy, ka pas edhe zera që të rikthehet familima i sinën kryetari i Partisë Demokratike kur ishte para se të ndohen nga PDK-ja, por kur ja menoj dikush funin familima dhe familima prapë fitoi Malishevën pa balotazh dhe fitoi 3 deputet në zgjedhjet e 9 shkurtit dhe ishte goxha një farë faktori stabilizues për të ndërtuar institucionet, pra kishte një qendrim të cilin edhe gjithë publiku kosovar ju gjojt një farë mënyre sepse po i vardisësh Albin Kurtit në atë intervistën e parë, ka kontribu që familima të mbetet me një rol kyç dhe me siguri që ai do të shkojë ka LDK-ja, po dhe vetë LDK-ja ka interes. Se nuk duhet të shkojë në PDK, nuk ma dhe arsye. Po nuk për arsye se kanë qenë nuk përputhet elektoralisht. Sepse ka përputhet elektoralisht shumë në PDK, por nuk menoj që e rrit shumë PDK-n, sesa e mbron vetveten brenda PDK-s. Ndërkohë që në LDK mund të ketë sukses më të mirë edhe vetë familima, po dhe LDK-ja do t'ja sheh hojrin, sepse familima ka edhe përvojën politike, po është edhe partner i mirë dhe është, si me thonë, shtetar dhe interesin shtetëror. Po, është partner i mirë, është i besueshëm, pra ju e dini që Albin Kurti 2 minuta keni për kush shikon fajet, kush shikon fajet për krizën buxhetare. Disa shumë kanë shavet vendosja dhe kur i ofroi bashkëpunim i thanë komandant Çeliku, ndërkohë i thoshin një herë bojleri tjetër. Prandaj familima ka kyç në zgjedhjet e ardhshme 28 dhjetorit ka një rol kyç si parti dhe